Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thirrur për të mërkurën seancën për konstituim të Kuvendit të Kosovës. Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend dhe duke patur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, presidentja ka vendosur që seancën konstituive të Kuvendit ta ftojë më 11 shkurt në orën 12, është thënë në njoftimin e presidencës. Vendimi i presidentës vjen një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë e ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Sipas të dhënave të KQZ-s, lëvizja vetëvendosja ka fituar 51.10% të votave, duke siguruar 57 ulse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 20.19% të votave apo 22 ulse. Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%. Procesi i certifikimit u zvarrit për shkak të nevojës për rinumërim të të gjitha votave të këtij procesi zgjedhor, me që pati dyshime për manipulime të votave të kandidatëve për deputet. 10 persona janë dërguar në paraburgim, qindra të tjerë janë intervistuar në dyshimet për manipulim të votave dhe proceset hetimore e gjyqësore pritet të vazhdojnë. Votat për parti nuk janë cënuar. Rregulloria përcakton se duhet të ketë përgatitje për seancën konstituive dhe kjo përgjegjësi bie mbi kryetarin e legjislaturës paraprake. Në këtë rast është në përgjegjësinë e Dimal Bashës.